Përshëndetje. Sot duhet të ndaj diçka me ju. Një ëndër që kisha prej shumë vetesh u bë realitet. Jam në një kurazeroplo, nuk e di si e thënë në Shqip, dhe ndodhemi në ishullin e Rodës. Çdo ditë shkojmë në një ishull të ndryshëm dhe gjithçka është e organizuar kaq bukur që e kisha vërtet të ëndër dhe kur e shkonja në për filma që ta realizonja këtë dëshirë. Dhe këtu, pse ndaj me ju këtë? Sepse dua t'ju them që kur kemi një dëshirë dhe e duam atët me gjithë zemër, e lëshon në univers, po me besim të plot, duke mos e shikuar pse dhe nga do bëhet, çdo gjë mund të realizohet. Sepse universi, Zoti, si një të vogël se të madhe, për atë është njësoj. Por duhet besimi dhe të jemi mirënjohës për atë që na jepet. Dhe Zoti të jep diçka më të madhe. Ky udhtim në shumë vende dhe në Turqi, ishim në Turqi, më bë dhuratë nga një shoqe. Shoqe dhe, si të thuash, kliente që punonin së bashku. Dhe ishte një dhuratë shumë e bukur, një surprizë shumë e bukur. Dua të ndaj me ju disa çaste këtu. Ja u këshilloj nëse dëshironi të bëni disa pushime të bukura, ta bëni këtë. Tu janë pishinat e ngrohta. Është kati i 12, ka dhe jetënate për ata që duan jetënate, për fëmijë, për çdo gjë. Pishin me ujë të ftohtë dhe shumë aktivitete të ndryshme, një program i ngjeshur që çdo njeri mund të zgjedhë programin e tij. Për të ngrënë, të zgjedhësh nga shtete të ndryshme dhe të hash në vende të ndryshme. Të gjitha janë kaq super, sa jam shumë e lumtur dhe falenderoj akoma një herë Zotin edhe shoqen time që ma bëri këtë dhuratë të bukur. Dhe besoni të gjërat e bukura, se çdo gjë mund të realizohet. Thjesht. Mos mendoni ku t'i gjej, si t'i gjej, jam i varfër, jam asgjë. Provojnë. Ditë për ditë dhe këtu në pishinja për pak ka DJ, do të thënë programe të ndryshme, për gjithçka, nuk do të thënë, nuk mund të shpjegoj sa gjëra të bukura kam përjetuar. Jam shumë e lumtur dhe ju uroj që ta realizoni edhe ju. Ja dhe DJ, gati për partin, që largohemi nga ishulli i Rodës, këtu në Greqi, dhe të gjithë njerëzit janë në dispozicion për të na shërbyer. Kjo është shoqja ime që ma bëri dhuratë.